Ky është 47 vjeçari Menan Rexhepi. Ai është me preardhje nga fshati Belloshin i Krushevës. Prej disa vitesh jeton në Kërçov, ku jeta e tij është kthyer në një betejë të vazhdueshme për mbijetesë. I verbër dhe me njërin kënd të amputuar, si pasojë një smundje të rëndë, ai përballet çdo ditë me sfida që pak kush do mund i duronte. Për të kujdeset vllai i tij, i cili qëndron pranë në çdo moment, duke ndihmuar në çdo lëvizje, edhe për kryerjen e nevojave elementare. Komshinët përpiqen ta ndihmojnë sipas mundësive, por nevojat e Menanit janë shumë më të mëdha se sa mund të mbulojnë ata. Menani është i strehuar në një shtëpi që nuk është e tij, një vend ku është lejuar të jetojë përkohësisht pas një siguri për të ardhmen. Tualeti i jashtëm, mungesa e kushteve minimale dhe varfëria e thellë e rëndojnë edhe më shumë situatën e tij. Ai ka nevojë për ushqime, rroba, mjete higjienike, medikamente, por mbi të gjitha ka nevojë për një strehë të sigurt, një shtëpi të veten ku të mos jetojë me ankthin e të nesërmes. Fkatë Menan, emnin e kam Rexhepi, unë jam pi Bellushena o pështinës Krushevës. Këto një binin komunën e Krushevës. Mund të më thash njërë si e kje gjendjen personale të jote? Unë personale gjendjen e kum shumë keq, si që më shenjën e vetë, jam invalid, mesej që jam 100% invalid, nuk shaf, komen e kum bo aperime kum premun, sun luj pi kreveti, jo, mesejt kum pa, ka 10 vjetë që nuk shaf mesejt. Tu hop shikimi vetë? Vetë shikimi më ka hop. Ke pas një smundje? Smundje nuk kum pas samo smundje në komës, e në pike koma mu fluk kesajt. Po si jeton sot Menan? Une jetoj mam vlajim, kujdeset vlajim, e ne komshia kujdeset për mu, shumë më nëman komshitum një muin këtu mbjen ushqi, kam nevoj për ndim, ja këdhe ndimer, nuk kam dru, nuk kam të paguj srujn, nuk kam për ushqim nuk mdelen, për të toaletin e kam lark. Ju të thonini me një kom, e ne nuk shefni, a detyroni dilin në WC jashtë, të mrena kini? Nuk kimi këto mrena, jashtë dal, detyrohen. Kjo shpeja është e në vjetër të ku? Kjo shpeja e vjetër, në kjo nuk është shpeja im. Të në kushtet për një invalid janë shumë të rënda që jetuaj. Po, për një invalid me të vërtet shumë kushtet të rënda i kam unë këtu. Shumë, me ilaçe, sundal mujnë, api shumë pare për ilaçet më kështojnë. Kontrollet për komen që shkuj dërën shkup, prap, më kështojnë shumë jetë e rëndë, e vështire kam. Unë një apel u bëj qytetarëve të Kërçovës, të gjithëve, kush sa të ketë mundësi të mnife, me dru, me gjo, me pare, për ilaçet, ble ilaçe, kemi nevojën për një banes, nuk o problem sa tjetë baneza, një uat, vetëm sa tjetë e ju në të shtim krejtin mrejna.